Shpesh në ndodh të lexojmë dhe ndëgjojmë muhabete e cila formulohet në formën se shqiptarët e Maqedonisë nuk janë edhe aq shqiptar, më shumë janë fetar se janë shqiptar. Kontestohet kontributi i shqiptarëve të Maqedonisë në kauzën kombëtare shqiptare dhe normalisht me këtë nuk e kanë ata, nuk ju them atime pse shumë pak na kontribuojmë sipas tyre për kauzën kombëtare, sa ju i them pse na jemi shumë fetar ose shumë musliman. Dhe normalisht se ky konstatim nuk është i drejtë. E para, jo pse shqiptarët e Shqipërisë janë më shqiptarë se na, ose kontribuojnë më shumë për shqiptarinë se sa na. As shqiptarët e Kosovës nuk janë më shqiptarë se na dhe as që kontribuojnë më shumë se sa që kontribuojmë na. Argument për këtë është se nuk ka pas ndodhi në lidhje me kauzën kombëtare në cilën nuk kanë marrë pjesë edhe shqiptarët e Maqedonisë. E para. E dyta, kur është dashur me luftu në Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë hezituar, kanë marrë pjesë në luftë. E treta, kur është dashur me luftu për kauzën kombëtare në Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë kanë marrë pjesë në mënyrë masovike. E katërta, kur është dashur mu dal në ndihmë shqiptarëve të Kosovës që ikën nga gjenocidi i Serbisë e edhe Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë i hapën dyert pa kur një farë mendimin sekond. Gjithë dyert edhe shtëpiat e shqiptarëve në Maqedoni u çelën. Bile ata kanë qenë gatshëm me kontribue për refugjatët që erdhen nga Kosova në Maqedoni me jetu ata më mirë se sa këta nikoqertë e tyre. Që normalisht në anën tjetër, pas e kur ndodhi lufta e Maqedonisë, nuk u kthie e njëjta me të njëjtë. Edhe këtë e din të gjithë. Nuk ka nevojë kjo edhe më përmend, mirë po du me thonë se nuk është e drejtë dikush të akuzon pjesën shqiptare në Maqedoni për shkak të fesë se ata nuk kanë kontribuar për shqiptari. Se kur të analizojmë kontributin edhe rolin e fesë islame në mbetjen e shqiptarëve shumë i madh. Këtu në Maqedoni i thuhet domon një pjesë reka e keqe, domon rruga prej Gostivarit për në Dibër, domon pjesa e liçenit artificial të Mavrovës. Aty ka pas shqiptar ortodoks. Sot nuk ka asnjë shqiptar ortodoks jeton aty. Gjithë janë bëu maqedonas. Mbylëm një pjesë e madhe ose një numër edhe jo i vogël i disa intelektualëve që sot promovohen si intelektualë në Maqedon me origjinë janë për atyre shqiptarë ortodoks dhe këtë e dinë dhe këtë e tregojnë dhe e flasin. Pse ata janë tretë janë bërë Maqedonë, se feja i ka ndihmuar feja ortodokse që ata tretën në Maqedonë. E mos flasin për atë që ndodh në jugun e Shqipërisë, ku një pjesë e madhe domethënë greqizohen për shkak të fesë ortodokse që janë ata idhtar të asaj feje. E mos flasim për të tjerët që janë fe tjetër që jetojnë në Evropë, në Itali edhe në Evropë që ata dalë nga dalë veç më s'ka mbet pe ndjenjave kombëtare asgjë, madje edhe gjuha shqipe nuk folet edhe atë shumë në ato vende. Kurse, kudo që janë muslimanët shqiptarë në Kosovë, muslimanët shqiptarë në Maqedoni, muslimanët shqiptarë në Preshevë, paramendo, në Preshevë sot situata është më e vështirë se gjithkohë ku kanë shqiptarë. Mirë, po përsëri ata fal islamit që e kanë, edhe ndjenjat kombëtare janë të spikatura dhe të kultivuara dhe ata rezistojnë, domethënë me një durim të madh, me një qëndrim të madhe, tentativat e ndryshme që i bëhen për të ndiku domethënë në shkombëtarizmin e tyre. Pastaj mos flasim për rolin e qendrave islame shqiptare në diasporë, duke filluar në Evropë dhe në Amerikë dhe në Australi, ku çdo xhami figuron në hyrjen e saj qendra shqiptare islame, qendra islame shqiptare, qendra kulturore islame shqiptare, qendra kulturore shqiptare islam. Do të më u theksu se është shqiptar. Dhe normalisht mësimet aty fetare bën në gjuhën shqipe, ligjëratat javore bën në gjuhën shqipe. Madje në shumë xhamia përveç ligjëratave fetare që bën në gjuhën shqipe, ka edhe orë të veçantë për gjuhën shqipe. Ajo është në Norvegji, ajo është në Zvicër, ajo është në Gjermani, edhe sigurisht në shumë vende tjera, për shembull edhe në Amerikë, edhe në Australi. Dhe ne e shohim këtë se kur vinë gurbeqarët dhe fëmijët e tyre akoma dinë shqip. Ku e mësojnë shqipen? Në xhamiat e muslimanëve, domethënë shqiptarë që janë në ato vende. Argumenti tjetër është do thotë se dietarët me origjinë shqiptare që kanë shkuar në botën arabe, ata nuk janë tretë në aspektin kombëtar, janë bërë figura të mëdha. Sigurisht është hoxha i madh Muhammed Nasiruddin Albani me origjinë nga Shkodra. Shikoni edhe emrin thot Muhammed Nasiruddin Albani. Muhamedi domethënë ndihmësi i fesë shqiptari. Apo e kemi gjithashtu dietarë tjetër shkodran hoxhën domethënë Shuaib Arnautin, Shuaibi domethënë shqiptari,
Ose kemi hoxhën e Kosovës, nga vrella i stogut të Kosovës, Abdul Kader, i biri Sokolit, shqiptari, Abdul Kader Arnauti. Dhe ata, kudo që kanë shku, e kanë theksua origjinë e tyre shqiptare. Bile, konkretisht për hoxhën e madh, shkencëtarin më të madh të këtij shekulli mbi thënjet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë gradë të lartë e ka marrë me pajtimin e të gjithë dhe atyre që e duan dhe atyre që nuk e duan. Ai në shumë libra të tij e thekson thotë, unë jam shqiptar. Edhe flet domethënë se origjina e tij është shqiptare dhe edhe pse jam shqiptar, thotë kam arrit këtë gradë të lartë me kontributin dhe mundin dhe përpjekjen që kam dhënë. Andaj mos flasni pastaj për shkencëtar nobelistë që është Ferit Moradi, i cili është shqiptar nga Gostivari i Maqedonisë dhe që jeton në Amerikë, apo mos flasin pastaj për analistin dhe publicistin e njohur Kim Mehmetin, e mos flasin për akademik domethënë të tjerë që janë musliman më gjithë, sikurse Ali Aliu e tjerë që janë në origjinë musliman, janë shqiptar dhe kontributi i tyre është domethënë i pakontestueshëm në kauzën kombëtare shqiptare. Fatkeqësisht ndoshta na, sikurse e kanë thonë në disa emisione, disa analistë, ne shikojmë si vllau më i vogël shqiptar edhe nuk na përfillin mendimin dhe qëndrimin tonë, mirë po, kjo është e padrejtë se gjithë mendim edhe qëndrim duhet shikohet në mënyrë të barabartë, edhe të analizohet në mënyrë të mirëfillt kontributi që japin shqiptarët e Maqedonisë në çështjen kombëtare në përgjithësi, a ketë kjo buron nga domethënë ushqimi fetar që e kanë ata dhe që normalisht i rezistojnë të gjitha tentative për t'u tretë ata. Dhe normalisht ata me promovimin e fesë islame nuk ofrojnë as turqizëm, as arabizëm, por ofrojnë islam, që njeriu të jetë i lidhur me Allahun dhul xhelal, të nështrohet madhësia e Allahut dhul xhelal, të zbaton porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat fiton lumturi shpirtërore, fiton kënaqësi, rahati, mirëqenie, komoditet në dynjë dhe normalisht se fiton edhe shpërblimin më të madh parajse në xhenetin në ahiret. Kështu që ky muhabet, domethënë, ose muhabeti që e thënë për shembull minarët e shumta në Maqedoni, vajza goca shumë me shamia në Maqedoni, në mes debative, tregon një fundamentalizëm anti-islamik që ekziston të një shtresë e caktuar të analistëve apo politikanëve apo domethënë njerëzve që mirën me këtë çështje, që normalisht qëndrimi i tyre është i padrejtë dhe ata nuk e njohin aq sa duhet këtë çështje. Kësaj ndoshta i ndihmon edhe disa deklaratat e disa politikanëve të Maqedonisë në lidhje me disa fenomene që ndodhin këtu në Maqedoni, po nuk janë të sakta dhe nuk janë të drejta, se fundi fundit, domethënë, për të vlerësuar një popull të rësi, një numër të madh, duhet me qenë më i qetë në analiza dhe vlerësime, më i ngadalshëm në konkluza dhe të jetë analitik në grumbullimin e fakteve, argumenteve, e jo sikurse ndodh fatkeqësisht në emisione të ndryshme debative ad hoc, në moment nxirren konkluza dhe konstatime që me kalimin e kohës vazhdimisht me fakte dhe argumente demantojnë. Elusim Allahun fuqiplot që populli tonë të jep udhëzim ka besimi në Allahun dhe e mira dhe dobishme në dunjë në ahiret, të mbron nga çdo kurth dhe çdo sprov, të mbron nga agjendat e huaja që dëshirojnë domethënë zbrapsjen e popullit nga feja, në përgjithësi nga feja islame, në veçantë dhe të jep mbarësi dhe mirësi këtij popullit dhe shpërblime në ahiret. Zoti ju shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.